Mirë se vini në këtë analizë ku do të zbërthejmë mekanikën e marrëveshjeve digjitale. Të gjithë e njohim atë zhgënjimin e madh të vonesave në pagesa. Domethënë, flasim për formular të pafundëm, ditë të tëra pritje për kalimin e fondeve dhe atë ndjesinë e tmerrshme sikur parat kanë shkuar me pushime gjatë fundjavës dhe askush nuk di gjë. E po ky është një problem global që ndihet kudo. Kështu që le të futemi thellë në këtë temë sot, sepse kjo teknologji inovatore ka vërtet potencialin të ndryshojë plotësisht mënyrën se si e gjithë bota bën biznes. Kjo na çon menjëherë te një pyetje thelbësore. Si mund ta garantojmë një pagesë pa përdorur absolutisht asnjë bankë qendrore apo institucion ndërmjetës? Le të imagjinojmë situatën e një profesionisti të lirë, le të themi një freelanceri. Puna sapo ka përfunduar me sukses, por tani fillon ai ankthri i pritjes. A do të dërgohen fondet? Sa ditë do të duhen që ato para të kalojnë përmes atij sistemi të ngadaltë bankar ndërkombëtar? Është një pasiguri vërtet e lodhshme. Por si do të ishte sikur kjo dilemë të eliminohej një herë për gjithmonë? Zgjidhja në fakt mund të ilustrohet shkëlqyeshëm përmes 3 hapave shumë të thjeshtë. Dhe këtu është e bukura. Në vend të një banke fizike, ne po përdorim thjesht një kod kompjuterik. Hapi i parë, klienti nuk i jep paratë drejt për drejt, por i depoziton ato në rrjetin blockchain. Hapi i dytë, një kod i programuar, mban këto fonde në mënyrë tërësisht të sigurt dhe totalisht të paprekshme nga askush tjetër. Dhe pastaj, ndodhe gjithë magjia në hapin e tretë. Në sekondën e saktë që projekti dorëzohet ashtu siç ishte rënë dakord, pagesa lirohet automatikisht. Asnjë sekond pritje dhe absolutisht asnjë miratim manual nga ndonjë punues banke prapa një sporteli. Tani, ajo që është me të vërtet gjeniale këtu është logjika e pastër e programimit, ajo që quhet logjika nëse atëherë, e cila fuqizon të gjithë këtë proces. Është fikse njëjta mekanike e thjeshtë që ka një makinë shitse automatike. Nëse futet monedha dhe shtypet butoni, atëherë lëshohet produkti. Është kaq e thjeshtë dhe një marrëveshje e garantuar 100%. Kontratat e mençura marrin eksaktësisht të logjikë të pagabueshme dhe e aplikojnë atë në botën digjitale me një saktësi kirurgjikale. Pjesa e parë, çfarë janë kontratat e mençura? Ky është vërtet motori i automatizimit. Pra, thelbi i gjithë kësaj është ky. Kontratat e mençura janë thjesht programe digjitale. Por, prisni, ato nuk janë si programet e zakonshme që kemi në kompjuterat tanë. Ato jetojnë në një blockchain. Dhe kjo do të thotë se sapo të publikohen, ato zakonisht nuk mund të ndryshohen apo manipulohen. Ato thjesht rrinë aty, presin në heshtje derisa të plotësohen të gjitha kushtet dhe më pas ekzekutohen krejtësisht vetë. Duhet përmendur gjithashtu se ky revolucion mori një hovë të jashtëzakonshëm me rrjetin Ethereum, i cili u ndërtua posaçërisht nga e para për të qenë një platformë globale pikërisht për këtë lloj aplikacionesh. Për ta bërë edhe më të qartë, le të bëjmë një krahasim të shpejtë bashk. Nga njëra anë kemi kontratat e vjetra tradicionale në letër. Këto kërkojnë banka, kërkojnë avokat, noter dhe natyrisht ditë apo javë të tëra pritjeje për procedura të lodhshme manuale. Nga ana tjetër kemi kontratat e mençura. Ato bazohen ekskluzivisht në kod kompjuterik, janë të menjëhershme dhe funksionojnë pa pasur nevojë për asnjë ndërhyrje njerëzore. Po kalojmë nga një botë ku jemi të detyruar të besojmë palëve të treta në një botë të re të mbështetur te siguria absolute matematike. Pjesa e dytë, shembuj nga bota e reale. Le të shohim shkallëzimin e kësaj logjike. Pra, si zbatohet kjo logjik në industri masive që shkojnë shumë përtej 2 personave? Një shembull perfekt që ndikon jetën tonë është industria e sigurimeve. Le të kthehemi te logjika jon. Nëse një fluturim anulohet, atëherë kompenzimi pagohet automatikisht. Këto 2 kushte bashk krijojnë diçka vërtet fantastike. Kontrata e mençur mund të lidhet drejt për drejt me databazën e raportit. Sapo sistemi raporton që avioni është anuluar, paratë shkojnë direkt në portofolin diritar të pasagjerit. 0 formular ankese, 0 agent për të verifikuar dëmin dhe absolutisht asnjë vonesë. Gjithçka mbyllet në pak sekonda. Dhe rastet e përdorimit janë praktikisht pafundme, sipas burimeve të analizuara. Për shembull, financat e decentralizuara ose DeFi bazohen pikërisht këtu për të ofruar huadhënie pa pasur nevojë për banka. Çdo transferim i një NFT-je mbështetet tek këto për të verifikuar se kush e zotëron artin digital. Madje, në një të ardhme jo shumë të largët, blerja e një shtëpie mund të bëhet përmes një kontrate të mençur që kalon pronësinë sapo të regjistrohet pagesa. Të mos flasim pastaj për logjistikën globale, ku shkëmbimi i mallrave mes kontinenteve mund të automatizohet me përpikëri absolute. Sigurisht, të gjitha këto inovacione duhet të ndërtohen diku. Dhe nëse shikojmë platformat kryesore që shërbejnë si themeli për këto marrëveshje, Ethereum mbetet pionieri absolut dhe rrjeti më i njohur. Por teknologjia po ecë me hapa të shpejtë, dhe platforma të tjera si Solana po ofrojnë shpejtësi të lartë dhe tarifa shumë më të ulta.
Ndërkohë, rrjetet si Cardano dhe BNB kanë ndërtuar ekosistemet e tyre masive, secila duke ofruar qasjen e saj unike për sigurinë dhe zhvillimin afatgjat. Pjesa e tretë, përfitimet përballë rreziqeve. Kjo është vërtet një thikë me dy tehe. Kur e shohim në mënyrë plotësisht objektive, përfitimet e kësaj teknologjie janë marramendse. Kemi një automatizim që sjell një shpejtësi e cila kursen javë të tëra punë manuale. Kemi një transparencë të plotë sepse rregullat janë të verifikueshme publikisht nga të gjithë në blockchain-in. Kemi një siguri të jashtëzakonshme përmes kriptimit. Dhe e gjithë kjo sjell në mënyrë të drejtpërdrejtë një ulje drastike të kostove operacionale sepse nuk po paguajmë ata ndërmjetësit e shtrenjtë. Kursimi në këtë shkallë ka një ndikim ekonomik të padiskutueshëm. Megjithatë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse ja ku qëndrojnë rreziqet thelbësore. Ajo që i bën këto kontrata fantastike, fakti që nuk mund të ndryshojnë më pasi publikohen, është fiks edhe rreziku më i madh. Imagjinoni një gabim i vogël në kodin programues dhe kontrata nuk do funksionojë siç duhet dhe hakerat mund ta shfrytëzojnë këtë duke bërë që fondet të humbasin pa asnjë mundësi rikthimi. Përveç kësaj, ka një mungesë rregullash të qarta ligjore në mbar botën. Ndërkohë, hapësira ka parë rritje të mashtrimeve dhe mbi të gjitha vetë marrëveshja varet tërësisht nga fakti që rrjeti blockchain që i mban të vazhdojë të funksionojë. Pjesa e katërt. E ardhmja e marrëveshjeve dhe rruga jon drejt Web 3. Dhe ku po shkojmë me të gjithë këtë zhvillim? Sipas parashikimeve të ekspertëve, ne po shkojmë drejt një interneti tërësisht të deshentralizuar. Ata theksojnë se ne do të shohim procese jashtëzakonisht komplekse, nga ato që sot kërkojnë dhjeta nënshkrime fizike, radhë dhe miratime institucionale të kthehen në automatizim të plotë. Besimi nuk po i delegohet më një kompani apo një banke të vetme, tani delegohet kodit dhe matematikas. Ne po shohim ndërtimin e një rrjeti global ku asetet dhe vlera transferohen me të njëjtën lehtësi saç është dërgimi një emaili të thjeshtë sot. Kjo na sjell në një pyetje vërtet intriguese për ta mbyllur këtë shpjegim. Në një botë që po funksionon gjithnjë më shumë përmes kodeve të pathyeshme kompjuterike, ku marrëveshjet plotësojnë krejtësisht vetë sapo kushtet përmbushen, a do të mbijetojnë modelet e vjetra, a do të jenë me të vërtetë të nevojshme banka tradicionale, avokatët apo ndërmjetësit e tjerë në dekadën e ardhshme? Është një perspektivë vërtet magjepse për të menduar dhe një zhvillim që padyshim meriton ta ndjekim nga shumë afër.